Bashkia Tiranë ka shpallur hapjen e garës për rikonstruksionin e rrugës Pjetër Budi. Fondi limiti vë në dispozicion është 250.537.000 lekë. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, ky projekt do të bëjë të mundur ndërtimin e një infrastrukture sa më të përshtatshme për banorët e zonës së njësisë administrative 2, po ashtu edhe për kalimtarët në zonë. Rruga nga pikpamja urbane bën pjesë në zonat ku objektet e banimit janë të vendosur në formë të çrregullt. Densiteti i ndërtimit është i lartë dhe hapësirat publike pothuajse mungojnë tërësisht. Rruga ka një gjatësi afërsisht 3 km dhe një gjerësi që varion nga 4 deri në 6 metra. Shtrihet afërsisht rreth 2.5 km largësi nga qendra e Tiranës dhe fillon në zonën Qytet Studente. Kjo rrugë është një rrugë lidhese në mënyrë të tërthor të zonës së populluar të rrugës së Elbasanit dhe Qytet Studente me zonën e liçenit të Farkës. Referuar dokumentit, gjendja ekzistuese e rrugës është në gjendje jo të mirë, ku gjendja e shtresave asfaltike dhe në shtresave është dëmtuar në masë të konsiderueshme, kryesisht përgjatë gjithë gjatësisë së saj. Trotuarët pothuajse në të gjithë gjatësinë mungojnë, ose atje ku janë prezent janë shumë të amortizuar. Andaj, në të gjithë aksin e rrugës është parashikuar rikonstruksioni i plotë i shtresave asfaltike të rritit rrugor, ndërtimi i trotuarëve, ndërtimi i sistemit të kullimit të ujrave të shiut. Gjithashtu, sistemi i ndriçimit do të ushqihet me energji elektrike me tension të ulët nga kabina 20 kV, si dhe gjelbërimi që është pjesë e projektit në të gjithë segmentin. Po kështu, shpejtësia e lëvizjes do të jetë 30 km/h, pasi duhet siguruar një lëvizje që t'i përshtatet aspektit urban dhe njëkohësisht terrenit të cilin përshkon gjurma e rrugës. E ndërkohë parashikohet të vendosen edhe tabela sinjalizuese. Ky projekt do të plotësojë kushtet dhe standardet për lëvizjen e sigurt të mjeteve dhe këmbësorëve. Rehabilitimi me tërë elementet e infrastrukturës rrugore do të bëjë që cilësia e jetës të ndryshojë rrënjësisht, thuhet në dokument.